Sofra kut, të mbyllësh me atë sofra kut. Është gjonja e zonë. Super teknika një. Shumë e fort. Një tjetër sfidë. Bashkë të dyja. Juri? Kjo është një sfidë spektakolare. Pesha? Është se? Mbi ty Vikena tani. Mbi mua dhe e mbaj me shumë dashuri, nuk di, jam shumë e lumtur që do them. Do bëj këtë koment dhe do them një emër. E para, në Top Channel për mua zbulohen shumë bukur dy këngëtare të ndryshme kontrastuese. Kemi një këngëtare super stili si Jonila dhe kemi normalisht atë që quhet supernaturale, janë dhurata e Zotit që flet vetëm Zoti në këtë moment dhe është jo njerëzore që është Herva. Sepse tu më duhet flas shumë teknikisht të bësh kalimet që Herva bën në të kënduar, domethënë nga e folura, nga zëri gjoksit, e folura dhe më pas të kalosh në notar sopra akute që çdo këngëtar lirik i ka ëndër të realizojnë ato 3 orë vepër që neve në skenën e teatrit të operas e kemi këtë pjesë të jetës. Dhe ti në 2 minuta duhet të nxjerrësh maksimumin tënd, gjë që e nxorë edhe në këtë orë të caktuar. Ndërkohë nga ana tjetër këngëtaren e stilit që Jonila neve kjo po na mungon. Atë ja thash edhe në fillimin e kësaj finale kur ajo u prezantua për këtë finale, thash është vështirë tashmë të gjesh me identitet këngëtar, me identitet dhe Jonila është një e tillë. Por në këtë moment dhe në këtë sfidë është e bukur, është kontrastuese, por unë shkoj pa diskutim me Herva Novakun. Ines. Është shumë e fort, është vërtet ai kontrasti që tha Vikena që janë dy të ndryshme, po edhe unë shoh shumë larg kur Herva këndon, kështu që jam me Hervën. Me Hervën, 2 për Hervën. Alban? Do të flasë. Po tani... Jo, pse? Jo. Ose, dale një Alban. Se e kishe majtur rahat Albanin. Do e mbash ti. Dua t'i prish pak shqetësin. Thjesht dua ta shqetësoj pak. Jo, do shqetësoj Albanin. Po nuk është momenti. Nuk është moment. Jo, do shqetësoj Albanin, do thot Albani... Mund ta shqetësosh më vonë. Do tani e thua. Ilir, të lutem. Ajo që unë shikoj, ama për gustot e mia, se këtu pasaj është dhe çështje pasaj gusto, thjesht ajo që të arrin. Dhe unë emocion. Unë preferoj Hervën. Sado që kërceva dhe u kënaqa pa mas, dhe do kërceja mëngjes drek dark me zërin tënë. Bravo të qoftë. Bravo ju qoftë. Besoj që po do doja Albanin, doja Albanin. Këta duan që të shqetësojnë patjetër. Unë du i them 2 fjalë për Jonilën. E para, mendoj që Jonila jo s'është më mbrapa nga Herva, po është në një proces rritje dhe natyrisht që nuk duhet të dekurajohet nga kjo sfidë dhe nga ky spektakël, është thjesht një çështje rruge. Herva ka bërë ndoshta pak më përpara, ndoshta edhe për çështje moshe, por i uroj Jonilës e para herë të ruaj këtë identitet që ka, sepse është një vajzë me shumë karakter, është e do skena, ka një buzëqeshje kështu rrezatuese. Unë mendoj që po qenë si qeshi të talent show. Patjetër. Edhe ka një armë në dorën e vet që ka një diversitet brenda karakterit vet, mund të ndaloj në 2, 3, 4 stacione. Megjithatë i uroj Hervës më të mirën. Ka bërë një super performancë, një super punë. Bravo. Jonila, thuaj ç'të duash ti, ç'të të ndiej zemra. Dua t'i falenderoj familjes time shumë.